vëllezër dhe motra të nderuara, një festë e madhe për çdo musliman dhe muslimane. Festë e cila ka një domethënie. Se sot ka ardhur koha që njerëzit nga dëshira për të festuar shpikin festa. Por në Islam ka një koncept, një këndvështrim tjetër, që festa duhet të ketë urtësi. Dhe festa duhet të ketë një themel. Dhe festa duhet të ketë një kuptim. Dhe festat në Islam, si Fitr Bajrami, që vjen mbas një muaj të mallnueshëm të Ramazanit, edhe Kurban Bajrami është me një koncept, me një vizion, me një këndvështrim shumë thellë, dhe jo i festë që hajde festojmë edhe të nesërmen s'ka asgjë më. Në riti i veçantë është therrja e kurbanit për gjithmonë për atë që ka mundësi. Por Zoti na ka sjellë një ajet në Kur'anin famlar. Thot, kur boni kurban, tek unë nuk arrin as mishi edhe as gjaku kafshës. Kam qoftë se nesër në mënyrë robotike, therin vetëm i kurban, edhe ke thënë e kryva amanetin, nuk e ke kry, në sensin e thellimit saj. Sepse Zoti na thot, atë kurban që e bëre, nuk arrin as mishi edhe as gjaku. Po çfarë arrin? Wa yenalu taqwa minkum. Tha, ajo që më arrin mua, nga ajo që do therni dhe sakrifikoni prej kafshës, ke unë arrin devotshmëria juaj. Pra njeti me cilin e bën kurbanin, dhe refleksioni, dhe meditimi, dhe thellimi i asaj që bëri ai që u bë sebeb i këtij kurbani, Ibrahimi a.s. Se Ibrahimi a.s. që ngeli në historinë e madhe të njerëzimit, dhe një pejgamber shumë i dalluar i botës, nuk është se unë nis me boj kurban, se i kurban e bën çdo kush me theri kafsh. Viles, therja e kafshës nuk bëhet vetëm për kurban, njerëzit therin kafshë me ato ushqen. Në brenda ajetit wasakhara lakum thot që kur bëni kurban thot përveç që arrin tek mu devotshmëria, ai edhe ja u nënshtroi juve ato. Pra, një nga gjërat më të dhuratat më të mëdha që i dha Zoti njerëzimit janë kafshët dhe ushqimet që ne ushqemi me to. Që ne na është bërë normale. Ne na është bërë sikur na e ka pas i madhi Zot për borxh. Ne na është bërë kjo dhuratë e madhe inore, ushqimet, pijet, kafshët që ne i therim i kanë nështruar për ne dhe ushqemi me to. Janë nga gjërat e mrekullueshme që Zoti i bëri për njerëzimin. Dhe ai nuk i dha me kopraci, pa i dha ashtu siç është me bujari dhe 7 miliard sot ushqen sa herë duan gjatë ditës dhe prap ka ushqim. Pra, Kurban Bajrami, qofse thellohemi pak në të, nuk është thjesht therrja një kafshë, sa e bëhet edhe jashtë festës Kurban Bajramit, ditës Kurban Bajramit. Njerëzit i kanë nështruar i madhi Zot kafshët për njerëzit, ne ushqemi me to dhe therren në vazhdimsi. Prandaj thotë e para nuk arrin gjaku edhe mishi, dhe e dyta thot, ja u bën Zoti shembull dhe ja u nënshtron që ju të falenderoni dhe ta madhëroni atë si ju ka dalluar shumë nga krijesat e tjera. Dhe Ibrahimi a.s. nuk u nis për theri kafshë dhe mbaroi, u nis për sakrifiku djalin e tij. Ktu fillon. Kjo është esenca e Kurban Bajramit. Zoti ja dha në ëndër dhe i tha, o Ibrahim, do ta sakrifikosh djalin tënd Ismailin. Dhe shkoi siç është treguar dhe i tha, djali im, unë jam urdhëruar në ëndër të sakrifikoj ty. Djali, siç nuk po ndodh sot, Zoti na fal, brenda kësaj jave, 2 fëmijë, 2 djem, njëri godet me thik nënën, e tjetri me duar mbyt babai. Nuk di mo gjinaf, mas mojimit Zotit dhe shirkut, se sa të lëndosh prind. E thash edhe në vaz, ka thënë pejgamberi a.s. e la unë biukum ala ekberil kebaj. Tha t'ju lajmëroj për gjinafet më të mëdhajat e më të mëdhajave. Pra jo gjinafet mëdhaja, më të mëdhajat e më të mëdhajave. Kul në belaja Rasul Allah, po i dërgumi Zotit, dum të atim të shumë. Tha e lishragu billah, tha ti bësh Zotit shok dhe ortak. Pra Zotit vërtet që ti ka dhënë gjitha këto të mira, ti i shto dhe zotra tjerë nga pasioni jot.
Zotit që krijoi qiellin dhe tokën, i mvesh atij krijesat tjera që kanë cilësi hyjnore. Ky është shirku. Ose Zoti na fal, heq nga skena Zotin e vërtet dhe adhuron Zot atreshëm. Siç e bëshin Mekasit në Mekë me 360 idhujt. Kjo është ajo në cilën ne po shkojmë sot, një pjesë e shoqërisë sonë pa imagjinueshme. Tha ti bësh Zoti shok është gjinavi më të mëdhajave. Than po pastaj, tha uqul walidein, tha mos respektimi prindërve. Të rinjt kur s'do ta marrin lirshëm këtë gjë, se është super gjinaf. Gjinaf shumë i madh. Jo, hasha lillah. Jo me vra prind, po me lëndu prind është gjinaf i madh. Me vra prind u shkatrove. Prandaj pejgamberi Muhammed alayhis salam ka thënë, kënaqësia e Zotit ke kënaqësia prindërve. Hidhrimi i Zotit ke hidhrimi i prindërve. Gjithë jemi dëshmitar që kur lind fëmia është gëzim i madh, por është dhe sprovë e madhe. Bashorti dhe bashortja nuk janë më aq të lirë për t'u kënaqur, për të qenë afër njëri tjetrit sa kur kanë fëmijë. Dhe gjithë kjo sprovë, gjithë kjo sakrificë, gjithë kjo djers, gjithë kjo përkushtim dhe ti rritesh dhe e vret. Kjo është ti prishësh gjithë ekuilibrat e kësaj bote. Prandaj ka thënë gjinave dhe më të mëdhajeve ka përmend dytën mos respekti prindërve. Dhe Ibrahimi alayhis salam po birra kam parë në ëndër të sakrifikoj dhe Ismaili ishte rrit me edukatën e Zotit dhe e dinte çfarë babe ka. Tha if al ma tumer, tha bëj atë që je urdhërua bab. Pa e kujvok. Bëj atë që ai ka thënë i madhi Zot po, ata ka thënë ty. Pra baba, një kolloz i madh. Tha po birë, e kam parë në ëndër. Pejgamberit i kam pasur ëndrat e sakta. Tha if al ma tumer, tha bëj atëre baba atë që je urdhëruar. Se të gjiduni inshallah min as-sabirin. Do më gjesh mu të durushëm. Dhe prindi në fakt, tani po flasim folën për fëmijën, po edhe prindi duhet ketë amanetet e veta, duhet jetë gjatë gjithë jetës i përkushtuar për fëmijët e vet. Merr shpërblime pa fund. Ibrahimi alayhis salam mbasi rritet, Ismaili martohet. Edhe i shkonte për vizitë, por kur shkonte Ismaili 2-3 herë nuk qe dhe takonte bashkëshorten e vet. Dhe ajo vetëm ankoi, po Ibrahimi alayhis salam ishte niveli lart besimi dhe u mërzit me të. Kur iku, mbasi e kishte vizitu, tha, kur të vi Ismaili, lej një porosi. Tha, çfarë ti them? Tha, thuaj ka thënë baba, ndroje pragun e derës. Edhe ajo, po, tha, sa të vi do t'i them. Edhe vjen Ismaili, thot, ishte babai, po ti nuk ishe këtu. Tha, plana i porosi, shikoje, fëmia që ka bab në vërtet. Nuk është e lehtë me qenë bab. Nuk është e lehtë me qenë baba. Sot nuk po mundohem të rëndisim kush ka më shumë pasione, baba apo fëmia. Ai ka vënë emër të begatofti i madhi Zot, i ka kaplu gjithë pasioni dhe epshet e këqija veset, nuk po dallojmë a prindi ka më shumë a fëmia. Nuk po kuptojmë ato thinje që po i vijnë prindërve, a ka përvojë apo janë si të rit. Pse? Se vala e pasionit e materializmit është si uragan. Dhe ka vetëm një gjë që mund ta pengoj kur kupton Islamin drejt, bukur dhe e praktikon. Tha thuj, se ishte bab tjetër ai. Tha thuj ta ndroj pragun e derës dhe vjen. Tha çfarë të ka thonë? Tha ndroj pragun e derës se s'është për ty. Tha, a e di kuptimin? Jo. Duhet ndajemi bashkë, tha, se ti nuk e kap do të standarde këte nivel të madh. Dhe u martu Ismaili prap. Dhe vinte Ibrahimi herë takonte bashkëshorten, ajo ishte besimtare ndershme dhe e mirë. Ajo asnjëherë su ankote, sikur edhe mos të kishte thotë faleminderit i madh Zot për gjithçka që na dhe. Dhe kur iku i tha thuj një porosi kur të vi djali. Tha çfarë ti them? Forcoje pragun e derës. Pa prindi, babai, gjithmonë mbetet këshillues dhe afër fëmijëve që t'i shohë ato sa më drejt, em kundum shuhada idha hadar al Yaqub al maut. Ai ishte dëshmitar kur Jakubit i erdhi vdekja, ndjehu që do vdesi, idh khala li beni. Mendjen e kishte ke fëmijët dhe i mlodhi, tha ç'a do adhuroni ju mbasi unë t'jap shpirt. Tha Zotin tënd dhe Zotin e prindërve tuaj, Zotin e Ibrahimit, e Ismailit, e Ishakut. A shive, raportet e familjes, sot iku fëmia s'vihet ku është. Takohet i erën 5 vjet, nuk është kjo themeli.
Gjaku është i shtrenjtë, Zoti e ka kriju, nuk del kot nga barku nënës, me dash ai zbriste nga qielli direkt dhe të krijonte. I ka ndërlidh i madhi Zot. Tha baba, bëj atë që je urdhëruar, do më gjesh inshallah mua nga ato që janë devotshëm, nga ato që janë durueshëm. E thot Zoti kur ju bindën Zotit dhe u dorëzuan për ta kryer obligimin, wa nadainahu ya Ibrahim. O Ibrahim, ti e vërtetove ka të sadaktë rruja, ti e vërtetove ëndrrën përsosmërisht, ju binda asaj. Kjo ishte isprov shumë e madhe për ty, po ti nuk do ta veprosh atë. Inna kedhalike nexzil muhsinin. Zoti qofshin fal. Nuk e kuptoj pse ne tu e ditë që Zoti është kaq i mirë, nuk bëjmë të mirë. Inna kedhalike nexzil muhsinin. Tha, kështu ish problem në njerëzit e mirë. Zoti është shumë i mirë. I don shumë të mirët dhe është problem shumë të mirët. Nuk e di pse s'bëjmë të mirë. O fedejnahu, pastaj e mbyll dhe thot, sakrifikimin e Ismailit, ja zëvendësum, o fedejnahu bi kepshin adhim, me një kurban. Kjo është kurbani. Me mori kafsh, me e therë, është shumë e thjeshtë. Me boj kurban, është shumë e thjeshtë. Me nxjerr nga kurbani, me tregu sinqeritetin dhe që do të bëhemi devotshëm. Dhe unë po tisha si Ibrahimi a.s. do mundohesha tisha njëri devotshëm, kjo është kurban Bajrami. E inshallah i madhi Zot na bof prej këtyre neve, amin ya rabbal alamin.